Me datë 25 prill dhe 26 prill do jem në Greqi. Me 25 prill do jem me Ylli Bakën dhe me 26 prill do jem me Erviz Beharin. Do kalojmë jashtëzakonisht shumë mirë, do këndojmë, do kthehemi deri në orët e para të mëngjesit. Kështu që mos mungoni, mos harroni datën 25 dhe 26 prill në Greqi. Të gjithë të kaluar vetëm tonë nga viti kaluar dhe nga vitet përpara asaj. Kjo është festa më e bukur e mbasi Gavrili ndonjëherë. Askush nuk do të kërkoj ndonjëherë falje për mënyrën se si të kanë trajtuar. Përkundrazi, shpesh do të fajsojnë për mënyrën se si ke reaguar. Edhe vëri veshin. Kur ti fillon të trajton dikë në të njëjtën mënyrë se si të ka trajtuar, fillon ofendohet. Shëndetje goca, ju puth, ju duar shumë, faleminderit që më mbështesni. Kjo story është për gocat që mua më ndaluan tani në rrugë. Edhe ditë them që më rregullua ditën me pozitivitetin tuaj dhe me dashurinë që më dhatë. Nuk ka gjë më të bukur sinqerisht se sa të suportohesh dhe të kesh dashuri nga goca si ti. Goca si unë, domethënë. Kjo është për mua arritje dhe vërtet faleminderit shumë sepse ma rregulluat ditën me buzëqeshjen tuaj dhe me dashurinë tuaj.